Në Korçë ka nisur programi Hackathon Korça Innovate, një iniciativë që synon të lidh studentët me sfidat reale të bizneseve dhe të nxjisë inovacionin në qytet. Në kuadër të këtij programi është firmosur edhe një marrëveshje bashkëpunimi mes Bashkisë Korçë, Universitetit Fanoli dhe përfaqësuesve të biznesit, duke krijuar një urë konkrete mes arsimit dhe tregut të punës. Përgjatë 2 muajve, rreth 30 studentë të organizuar në ekipe do të punojnë mbi problematika të sjella nga disa biznese në mentorimin e specialistëve. Korça Innovate është projekti që synon të verë në funksion kërkimin shkencor që bën universiteti me pedagogë dhe student drejt adresimit të sfidave dhe të problematikave konkrete që ka në bizneset. Po e fillojmë me pjesën e digitalizimit të shërbimeve, pra bashkëpunimin me degën e IT-s, duam të ashtrim pastaj edhe në pjesën e marketingut digital, në pjesën e turizmit dhe në pjesën e bujqësisë dhe të sigurisë ushqimore. Janë modele shumë inovative që ndodhin në botë dhe besoj që janë nga iniciativat e para të zbatimit të këtyre modeleve në Shqipëri. Në përfundim të programit, idetë dhe zgjidhjet e propozuara do të prezantohen para bizneseve, me mundësi për të kthyer në projekte konkrete. Korça Innovate synon të forcojë bashkëpunimin mes institucioneve dhe të krijojë mundësi reale për të rinjt, duke i përfshirë ata drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të qytetit.